Që e përmende, kom informuar pak a shumë edhe pse ndës kom arrit me lezu librin, po më ka pëlqy shumë si ide, se sa do që ne zgjedhëm ndoshta mos me fol këtë temë, është prap diçka që ka ndodhur, është një realitet. Janë eksperienca të njerëzve që kanë ndodhur dhe njerëzit kanë kaluar. Edhe është mirë që njerëzit të informohen që këto janë vendime të vajzave që vetë i marrin. Kjo e largon një tabu. Edhe në njëjtën kohë prej afër i shohim edhe i njohim më mirë. Edhe kur e njeh lisan më mirë nuk friksohesh prej saj. Që bojnë shumë njerëz për shkak të mbulesës, se kanë një farë fobi ndaj kësaj pamje, kësaj veshje. Unë kom fillu rrugtimin me mbulesën herët në shkollë fillore. Edhe u kon diçka e re në atë kohë për gjeneratën time, për shkolla fillore në Mitrovic. Çfarë moshe konkretisht? Do më thonë pasi kom për mbush 14 vjetë. Okej. Edhe ishtë klasa e 8. Edhe kom pas, do më thonë pak vështërsi vetëm shkaku i shkollës, se kish shumë gjasë që mos më pranu në shkollë, për shkak të udhëzimit administrativ. Edhe unë e kom pas një proces ku e kom mendu, po isha si ngurim shkaku i shkollës, po erdhi një moment që unë thjesht vendosa. Let jetë që atjet, unë e vendosa mbulesën, edhe mbaj mend ditën e parë në shkollë, thash po shkojnë ma herët se tjertë, që kur të hy me mbulesë, mos kthejan krejt me pamu, po hyun e para, edhe se cili që vjen, tu mësu më shohin. Edhe mbaj mend, sa hi në klasë, ka qenë vetëm një djalë, një shok i klasës, edhe mbeti kështu të më tha, me din tha i mbulua, thash, po, bravo, thash shumë mira ke bo, edhe mazgati dorën me macaka, edhe një abuna thash, nuk të përshëndes, avde me dorë, e largoj me njëherë, po shumë me një gracie ka pritë, se na ishëm halat të rritë, vogël. Edhe ka qenë emocion për se cilin profesor, në fakt arsimtare, po i bjen atë ko, kur ka hynë klasë. Tash që ka pëmë thëtë, deri sa më vrejke, që në ndjenja i kisha mrëna vetës. Deri sa të më vrejke, edhe ajo thyrja le të bët, ajo takimi i parë, edhe të shoh që ka po thojnë. Edhe bashkë qatë ditë kishë në artë Ministrisë Arsimit me një farë vizitë në shkollë. Ka qenë shumë interesant kjo koincidenca. Po që shkalloj krejt që kjo? Do më thonë, a pat në i komend që ty të ka bo mundje keq? Ditën e parë, përveç që o kun pak ma emocionuse dhe sa, nuk është që krejt e kam prit mirë, po fatmirësisht ofendim, kështot nuk më baj mend. Ko mujt me vrejt reagimet që nuk e kanë prit mirë, po thëmë prap fatmirësisht mirë ka qenë, edhe në më përgjësi. Aty këto, ka pas në i person që, po thëmë, shoqëria, jonë konë shumë të, do më thonë dika që me përkra edhe mos me leju, do më thonë dikush me ofendu ose diqka. Edhe më ndej ka shku mirë procesi, falë Zotit, tash diskutime janë bo, edhe njerëzve do më thonë, është duft me shku kjo proces, nuk është diqka e rej. Edhe të konsideru faktin që në atë ko, është diqka shumë e papritur në shkollë fillore, une isha prit parave, jo veç në shkollën time, në Mitrovica, po kupton edhe. Nuk ishe letë për asë njërën palë me te i kalu këto, po qysh ka pas vështërsi në shkolla tjera, fatmirë se shkolla im ka qenë shumë ma hapër me pranu këtë ndryshe.